Shpesh dëgjojmë nga disa mendje ndritur thojza, që thojnë se ne shqiptarë do të harrojmë traditën tonë, kulturën tonë, gjuhën tonë, I kemi adetet tona. A kur ta shikosh në realitet, shumë prej tyre e kanë ndryshu gjuhën, e flasin një farë anglishte me zveti, ose e flasin një gjuhë shqipe që ka shumë shkurtesa, ose I kanë marrë prej anglishtes. Po. SPS, FLM, KLM dhe kështu me radhë. Mos flasim për ato shkurtesat anglisht. Nga ana tjetër, shumë pak shohim njerëz shqiptar që mbajnë tirq apo që mbajnë plis. Unë më kujtu vonë se kisha qef këtë emision të inqizoj me plisa, që t'ju tregojmë se ne shqiptarin. Më inspirohet me më kujtohet një shembull kur një shqiptar për trojeve tona, indikuar prej globalizmit, modernizimit e këta, me kapelë amerikane, kaubojve, me Xhinsat, po, me çizme të kaubojve, se sa për informat kauboj do me thonë lopar. Po. Fermer, modern. Po, fermer. Edhe tash është vesh ashtu, edhe është një praktikant musliman, I thotë shkote në Arabi. Me këtë pamje kështu, I thotë këti shkoni në Arabi. Arabi. Shikoni do në çfarë paradoksi. Arabi, se shikoni çfarë paradoksi.